Ju përshëndes të nderuar shikues nga studio e lajmeve në Blu Televizion. Projekti për restaurimin e zonës dhe ndërtimin e tregut të ri, Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit në Vlorë ka ndërmarrë një aksion për prishjen e ndërtimeve dhe shtesave. Një pjesë e tyre kishin zënë hapësirat publike dhe kishin mbuluar fasadat e ndërtesave të vjetra, karakteristike që ndodhen në këtë pjesë të qytetit. Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit në Vlorë ka ndërmarrë një aksion për prishjen e ndërtimeve dhe shtesave pa leje në zonën e ish-gjyqit të vjetër, aty ku pritet të zbatohet projekti për restaurimin e zonës, si dhe ndërtimin e tregut të ri. Gjatë ndërhyrjes janë prishur 10 ndërtime pa leje, shtesa dhe kioska, të cilat prej vitesh përdoreshin kryesisht si dyqane dhe ambiente shërbimi. Një pjesë e tyre kishin zënë hapësirat publike dhe kishin mbuluar fasadat e ndërtesave të vjetra karakteristike që ndodhen në këtë pjesë të qytetit. Prishja e këtyre objekteve është pjesë e fazës paraprake për lirimin e territorit përpara nisjes së ndërhyrjeve të parashikuara në projekt. Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit vijon aksionin për prishjen e ndërtimeve dhe shtesave pa leje në zonën e ish-gjyqit të vjetër. Aksion ky i ndërmarr për t'i hapur rrugë rehabilitimit të tregut të ri. Aksioni pritet të vijojë edhe në ditët në vazhdim. Aksioni i Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit të Bashkisë së Vlorë pritet të vijojë dhe në ditët në vazhdim deri në lirimin e plotë të hapësirave të parashikuara në projekt. Pas përfundimit të prishjeve dhe pastrimit të territorit pritet i hapet rrugë fazës së zbatimit të projektit për restaurimin e zonës dhe ndërtimin e tregut të ri. Kryetari i Bashkisë së Imarës, Vangel Tavo, ka vendosur shkrirjen e IMT-së së Imarës pas rasteve të përsëritura të ndërtimeve pa leje. Në një prononcim, Tavo e ka cilësuar këtë vendim si të domosdoshëm, ndërsa ka bërë të ditur se do t'i kërkojë KMT-s që të marrë në jurisdiksionin e saj edhe IMT-n e Imarës. Kryetari i Bashkisë së Imarës Vangel Tavo ka reaguar pas shkrirjes së Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Imar, vendim që vjen pas konstatimit të një objekti peskatësh të ndërtuar pa leje në Qeparo. Në një prononcim për media, Tavo e cilësoi vendimin të domosdoshëm, ndërsa bëri të ditur se të gjithë punonjësit e këtij inspektoriati janë shkarkuar. Ai deklaroi se do t'i kërkojë Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit të marrë në jurisdiksion dhe territorin e Bashkisë së Imarës. Kryebashkiaku theksoi se punonjësit e administratës nuk mund të abuzojnë me detyrën, duke dëmtuar qytetarët që respektojnë ligjin dhe nga ana tjetër, duke lejuar ndërtime pa leje. Tavo kërkoi gjithashtu nisjen e hetimeve nga prokuroria për të gjithë personat përgjegjës. IMT-ja ka 6 gjithsej në strukturë, por një ishte pozicion bosh, 5 punonjës të cilët ishin në detyrë në këtë institucion, sot janë pezulluar nga puna. I bie që nuk ngelet asnjë inspektor, pra vetvetiu shkrihet strukturë. Atëherë, përveç se për ditë që kontaktoj drejtuesin e tyre duke i thënë për ditë që të jenë në teren dhe të inspektojnë çdo centimetër tokë të Bashkisë së Imarës dhe mos lejojnë ndërtime pa leje, me sa duket jo vetëm që se kanë kryer këtë detyrë, por shpeshherë nga fakti që ngatrojnë punën që kanë për të bërë, i drejtohen fshatarëve, qytetarëve, njerëzve të cilët duan të kryejnë një punim të lejuar me ligj dhe shkojnë dhe shqetësojnë dhe fshatarët, por nga ana tjetër, sikurse ju thash, lejojnë ndërtime pa leje jo të padukshme më, por situata e sotshme është e patolerueshme. Kanë lejuar një ndërtim rreth peskate, një peskatsh në bashkinë e Imarës, në Porto Palermo, që është totalisht e patolerueshme për mua për të gjithë opinionin. Do t'i drejtohem me shkresë zyrtare i KMT-s që të mbuloj edhe territorin, ajo e ka detyrë funksionale për të mbuluar gjithë territorin e Republikës, por do t'i kërkojnë në veçanti që me inspektorët e vet të mbuloj territorin e Bashkisë së Imarës, pasi po ju përsëris. Me sa kuptoj, Imara e ka të pamundur edhe për kapacitetin njerëzore, e ka pamundur që ta mbuloj territorin e vet me inspektor të mbrojtjes territorit. Po, për herë të dytë brenda një periudhe rreth një viti detyrohem ta shkrij për herë të dytë IMT-n e Bashkisë së Imarës për arsye të neglizhencës së treguar gjatë ushtrimit të punës së tyre, ku detyra primare është mbrojtja e territorit, ndërkohë që nuk e kanë kryer
këtë detyrë dhe këtë e tregojnë dhe faktet që në teren ka ndërtime pa leje të konstatuara ditët e fundit, por dhe për mosveprimin e tyre, ku vetë IMT-ja dhe jo vetëm IMT-ja dhe strukturat tjera shtetërore që janë përgjegjëse për situatën e ndërtimeve pa leje, kanë lejuar këto ndërtimet pa leje. Kështu që në këto kushte vendosa që ta shkrij Inspektoriatin e Mbrojtjes Territorit të Bashkisë Himarës, pasi për mua kjo strukturë në momentin që nuk kryen funksionin që i përcakton ligji është e tepërt për Bashkinë e Himarës. Rasti i objektit pa leje në Qeparo, i cili u shem nga Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, ka sjell masa dhe në radhët e Policisë së Shtetit. Fillimisht drejtori i përgjithshëm i Policisë, Skënder Rita, pezulloi nga detyra 4 punonjës që kanë qenë pjesë e zinxhirit komandues të Komisariatit të Himarës gjatë periudhës kur është ngritur objekti. Një protestë zhvilluar në Orikum, ku protestuesit janë shprehur kundër statusit aktual administrativ dhe kanë kërkuar një riorganizim territorial që do t'i rikthente zonës autonominë e mëparshme në drejtim të qeverisë vendore. Një protestë zhvilluar në Orikum, ku protestuesit shprehen kundër statusit aktual administrativ dhe kërkojnë një riorganizim territorial që do t'i rikthente zonës autonominë e mëparshme në drejtim të qeverisë vendore. Sipas banorëve, organizimi aktual administrativ nuk i përgjigjet nevojave të komunitetit dhe ka sjellë vështirësi në përfaqësimin dhe zgjidhjen e problematikave të zonës. Ata kërkojnë që zëri i komunitetit të merret në konsiderat dhe Orikumi të ketë sërish një strukturë të pavarur vendore. Për këtë grumbullim që ka një qëllim shumë në favor të këtij komuniteti që tashmë ka të bëjë me reformën e madhe në drejtësi, e cila duhet patjetër t'i kthej këtij komuniteti bashkinë që e ka pasur të tjerë. Natyrisht që kjo çështje nuk varet nga ky komunitet, nuk e merr ky këtë vendim, e merr Parlamenti i Shqipërisë, po zëri i komunitetit sot mund të dëgjohet dhe duhet të dëgjohet më shumë se çdo herë tjetër. Siç e tham parafonësit dhe unë nuk dua zgjatem shumë, në vitin 2015 është bërë një padrejtësi shumë e madhe dhe ajo padrejtësi duhet patjetër të zhbëhet. Janë të gjitha arsyet pse duhet të zhbëhet. Këto vite ja falim, çfarë vjen më mbrapa duhet të ndodhi ndryshe. Duhet të zhbëhet për arsye sepse sa e ka ky qytet të drejtën për të pasur një bashki, nuk e ka asnjë vend tjetër ku ka bashki të vogla dhe të mëdha. Pyetja thjesht vetes, jemi apo nuk jemi gjithë bashkë për një qëllim që të rikthehet bashkia Orikum? Sepse nuk duhet të pyesim kush e pati fajin që iku, sepse dim shumë që pjesë fajt kemi kanë Partia Demokratike që nuk mori pjesë në atë reformë, edhe socialistët edhe ata që qeveristin që nuk e mbrojtën atë kaos. Mi mbrëma të gjithë, unë me thënë drejtën, e kam ngritur shpesh zërin sa i përket kësaj reforme, që është aktualisht e miratuar. Qysh në vitin 2014, kjo nuk ishte një reformë e cila u hartua dhe u miratua për t'u ardhur në ndihmë komunitetet, ashtu siç thanë edhe parafolësit. Për mendimin tim ka qenë një reformë e cila kishte në bazë të saj hartën elektorale dhe nuk ishte në bazë të saj ato për të cilat u miratua, u hartua dhe u propagandua, sepse nëse të treja pikat kryesore mbi të cilat ajo reformë u miratua do të ishin zbatuar, atëherë ne nuk ishim se të ndidheshim këtu dhe të kishim gjithë këto problematika dhe gjithë këto ankesa. Sa i përket të tre elementeve mbi të cilat ndërtohen reforma, që ka të bëjë me efikasitetin financiar, ka të bëjë me uljen e kostove administrative dhe ka të bëjë me afrimin e shërbimeve ose gjendjen më pranë qytetarëve. Asnjëra prej këtyre tre elementeve mbi të cilat ndërtohen reformat sot nuk zbatohen.
Protestuesit kanë shprehur shqetësimin e tyre për mënyrën se si funksionon aktualisht administrimi i zonës, duke kërkuar më shumë vëmendje dhe investime për Orikumin. Ata kanë deklaruar se kërkesa për rikthimin e bashkisë lidhet me nevojën për një administrim më të afërt me qytetarët dhe për një përfaqësim më të drejtpërdrejtë të interesave të komunitetit. Protesta është zhvilluar para qendrës administrative, ndërsa banorët kanë bërë thirrje që kërkesa e tyre të dëgjohen nga institucionet përgjegjëse. Ata paralajmërojnë se do të vijojnë të kërkojnë rikthimin e Orikumit si njësi më vete të qeverisë vendore, duke e konsideruar këtë një kërkesë në interes të komunitetit. Siguria ushqimore dhe çmimet e larta gjatë sezonit veror mbeten ndër shqetësimet kryesore për qytetarët e Vlorës. Sipas tyre, kontrollet për sigurinë dhe cilësinë e produkteve ushqimore duhet të shtohen, veçanërisht gjatë sezonit veror kur temperaturat e larta kërkojnë respektim të kushteve të ruajtjes dhe tregtimit të ushqimeve. Siguria ushqimore, por edhe çmimet e larta gjatë sezonit veror mbeten ndër shqetësimet kryesore për qytetarët e Vlorës. Me rritjen e temperaturave dhe fluksin e pushuesve, qytetarët shprehen se tregohen edhe më të kujdesshëm në përzgjedhjen e produkteve që konsumojnë. Ata thonë se pjesën më të madhe të blerjeve preferojnë ta kryejnë në pika ku kanë besim dhe që i frekuentojnë prej kohësh, ndërsa tregohen më të rezervuar ndaj blerjeve në subjekte që nuk i njohin. Sipas qytetarëve, kontrollet për sigurinë dhe cilësinë e produkteve ushqimore duhet të shtohen, veçanërisht gjatë sezonit veror, kur temperaturat e larta kërkojnë respektim të kushteve të ruajtjes dhe tregtimit të ushqimeve. Një tjetër shqetësim që ata ngren lidhet me datat e skadencës së produkteve. Qytetarët shprehen se ekziston frika e ndërhyrjes apo ndryshimit të afateve të skadencës, ndërsa tregojnë se nuk kanë munguar as rastet kur kanë konstatuar produkte të skaduara pasi i kanë bler. Në Itali kam marrë me pushime në shtëpinë time dhe këto gjëra me fjalë nuk i shikoj shumë. Kur marrë vetëm marrë një gjë te njëri të njëjtur. Nuk e di. Edhe nuk ka siguri në skadencë. Aty ke skadencë, këtu se ka skadencë. Nuk e jep. Duhen shtuar kontrollet, po shumë. Se ka rrezik. Në ka rrezik kuptimi që s'di çfarë ha. Janë ngritur të tëra shëmit që se përballon njeri fare. Nuk i përballon dot. Kush? Ne pensionistat i përballojnë? Asnjëherë. S'ka siguri fare. Po nuk ka. Ku ka kontrole? Prandaj njerëzit duhet të kenë kujdes për ato që blejnë. Po kontrollet më shumë, masa më shumë. Të skaduar nuk e di, po në për supermarkete kam frikë. Kam frikë se mund t'i ndrojnë etiketat. Atje do shumë kujdes. Ham ato që na japin, po se çfarë është duhet i din të tjerët që merren me ato punë. Jo ne fare nuk ka, se po të kish kontroll nuk bënin këtë që bëjnë. Nuk kam besim. Sa po në gjyrat janë vallazhura një fare. Po të vendi besuar në një dyqan që i kemi afër, marrim. Po me kontrolla edhe beson, s'pa kontrolluar s'është gjë. S'është gjë. Po tek tani mirë. S'kemi ndonjë problem, ndonjë shqetësim. Në këto kushte, qytetarët kërkojnë më shumë kontrolle nga autoriteti kombëtar i ushqimit në markete, dyqane dhe subjekte të tjera që tregtojnë produkte ushqimore, me fokus respektimin e afateve të skadencës, kushteve të ruajtjes dhe standardeve të sigurisë. Qytetarët apelojnë që kontrollet të jenë të vazhdueshme dhe shkeljet të ndëshkohen në mënyrë që produktet që përfundojnë në tryezën e konsumatorëve të jenë të sigurta. Katër zyrtarë të lartë të Komisariatit të Imarës akuzohen për shpërdorim detyre në rastin e ndërtesës peskaçe pa leje në Qeparo, e cila u shemb një ditë më parë, pas arrestimit të pronarit të ndërtesës në pranga dhe i shefi krimeve në Imar dhe vartës së tij, ndërkohë që në kërkim janë shpallur dhe 2 efektiv. 4 punonjës të policisë së shtetit janë vënë në hetim dhe procedim penal për objektin peskatës të ndërtuar pa leje në zonën e Qeparojit në jurisdiksionin e Bashkisë së Himarës. Me i vendim të përcjellë një ditë më parë, drejtori i policisë së shtetit vërtetoi pezullimin e detyrat të këtyre 4 punonjësve, të cilët lejuan ndërtimin e objektit në kohën kur ishin në detyrë në Komisariatin e Policisë së Himarës, referuar dhe vendimi më të fundit të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore. 2 prej punonjësve janë ndaluar tashmë, ndërsa 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. Hetimet për ngjarjen në fjalë vijojnë, ndërkohë që edhe nga Bashkia e Himarës është marrë vendimi për pezullimin e të gjithë inspektoratit të mbrojtjes së territorit.
Katër punonjës të policisë së shtetit janë vënë në procedim penal, 2 prej tyre janë ndaluar dhe 2 të tjerë janë shpallur në kërkim pas hetimeve për objektin 5-4 të ndërtuar pa leje në Qeparo të Imarës. Masat vijnë pasi drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Skënder Hita, urdhëroi fillimisht pezullimin e menjëhershëm nga detyra të gjithë zinxhirit komandues të Komisariatit të Policisë Imar që kishte qenë detyrë gjatë periudhës kur u ndërtua dhe objekti. Agjencia Mbikëqyrjes Policore ka vijuar hetimet dhe ndaj 4 efektivëve po procedohet për veprën penale e shpërdorimit detyrës. Të ndaluar janë Emiliano Brenga, aktualisht shef i krimeve në volum të Komisariatin e Policisë Divjak dhe më parë me të njëjtën detyrë në Imar, si dhe Klodian Petani, aktualisht specialist i hetimit të krimeve në Komisariatin e Vlorës dhe më parë pjesë e Komisariatit të Himarës. Ndërkohë janë shpallur në kërkim Ferit Merkaj, aktualisht shef i seksionit të trafiqeve në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë dhe ish shef i Komisariatit të Policisë Himar, si dhe Redin Caushaj me detyrë SPZ në Komisariatin e Himarës. Sipas Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, ata nuk janë gjetur në banesat e tyre dhe pavarësisht njoftimeve nuk janë paraqitur pranë strukturave përkatëse. Hetimet lidhen me objektin e konstatuar në vendin e quajtur Sug në Qeparo, i përbërë nga një kat nën tokë dhe 4 kate mbi tokë, i ndërtuar pa lejen e organeve kompetente. Nga verifikimet paraprake rezulton se punimet për objektin kishin nisur qen dhjetor të vitit 2025, ndërsa dyshohet se nga strukturat e Komisariatit të Policisë Himar nuk janë marrë masat për parandalimin e ndërtimit dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore të personit që po e ndërtonte. Poseduesi i ndërtesës është arrestuar në flagrancë, ndërsa objekti i shembur nga IKMT. Për të njëjtën çështje janë shpallur në kërkim edhe 3 punonjës të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Himar, kryeinspektori dhe 2 inspektor, të dyshuar për shpërdorim të detyrës. Agjencia Mbikëqyrjes Policore bën të ditur se hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe dokumentimin e përgjegjësive ligjore të personave të përfshirë në lejimin e ndërtimit pa leje. Një mjet lundrues jet ski ka hyrë brenda perimetrit të sigurisë në Ksamil, duke rrezikuar pushuesit që ndodheshin në det. Policia ka bllokuar mjetin lundrues dhe ka gjobitur me 500.000 lekë të rinj drejtuesin e jet ski. Një mjet lundrues jet ski ka hyrë brenda perimetrit të sigurisë në Ksamil, duke rrezikuar pushuesit që ndodheshin në det. Pas konstatimit të ngjarjes gjatë patrullimit, policia ka bllokuar mjetin lundrues dhe ka gjobitur me 500.000 lekë të rinj drejtuesin e jet skis. Ngjarja është konstatuar nga shërbimet e policisë kufitare gjatë patrullimit në sektorin detar të Ksamilit në zonën e njohur si Bar Bistro. Policia e shtetit ka bërë apel përdoruesve të mjetet lundruese dhe subjekteve që operojnë me to të respektojnë me rigorozitet perimetrat e sigurisë dhe rregullat e lundrimit, duke shmangur çdo veprim që mund të rrezikojë pushuesit. Gjatë ditës së sotme është riaktivizuar vatra e zjarit në pjesën veriore të masivit pyjor të Drenijes në drejtim të fshatit. Përshuarjen e zjarit në zonën mes Drenijes dhe Gjinoqartës po ndërhyet edhe nga ajri me 2 avion zjarfikës. Është riaktivizuar gjatë ditës së sotme vatra e zjarit në pjesën veriore të masivit pyjor të Drenijes në drejtim të fshatit Drenie. Për normalizimin e situatës në terren janë angazhuar 5 mjete zjarfikëse, 25 efektiv të MZSH-s dhe 15 forca bashkiake. Ndërhyrja nga toka po has vështirësi për shkak të terrenit të vështirë dhe intensitetit të zjarrit, edhe banorët po përpiqen të japin kontributin e tyre për shuarjen e flakëve me ç'të munden. Përpiqemi me mishe me shpirt, me mjete rrethanore, edhe ndihma e zjarfikësve. Dhe kaq po mundohemi të shpëtojmë sa të mundsim nga zjarri, nga flakët. Rrezik janë banesat që janë aty poshtë, tokat me ullinj, arat, vreshtat, tëra, gjallë, kush ka gjetë gjallë, to janë rreziqet. Zjarri rrezikon tërë pasurin, edhe pishat e digjen e pasuri. Është mushkria myzeqes, mushkria e mund të theme deri në Durrës, kjo pjesë. Vetëm për atë është mbjell edhe është vendosur qysh në atë kohë. Po ka është një spik të poshtë, ja avioni erdhi, shqyqi erdhi. Ka si mos themi, po na ndihmojnë. Për shuarjen e zjarrit në zonën mes Drenijes dhe Gjinoqarës në bashkim Patos po ndërhyet edhe nga ajri. 2 avion zjarfikës kanë nisur hedhjen e ujit mbi vatrat e zjarrit me qëllim frenimin e përhapjes së flakëve dhe normalizimin e situatës. Kalaja e Gjirokastrës vijon të mbetet një nga destinacionet më të preferuara të turizmit kulturor në Shqipëri. Për gjatë këtij viti, monumenti historik ka mirëpritur rreth 162.000 vizitorë, duke u renditur ndër monumentet e kulturës më të frekuentuara në vend.
Kalaja e Gjirokastrës vijon të mbetet një nga destinacionet më të preferuara të turizmit kulturor në Shqipëri. Përgjatë këtij viti, monumenti historik ka mikpritur rreth 162.000 vizitorë, duke u renditur ndër monumentet e kulturës më të frekuentuara në vend. Pjesën më të madhe të vizitorëve përbëjnë turistët e huaj, të cilët kanë mbërritur nga vende të ndryshme të botës për të njohur nga afër historinë, arkitekturën dhe traditat e qytetit të Gurt. Në mjediset e Kalas janë parë turistë francez, gjerman, amerikan, italian, grek, por edhe vizitorë nga shumë vende të tjera. E ndërtuar mbi kodrën që mbikëqyr qytetin, Kalaja e Gjirokastrës është një nga fortesat më të mëdha dhe më të rëndësishme të Ballkanit, ndërsa përbën një prej simboleve kryesore të Gjirokastrës. Historia e saj, arkitektura karakteristike dhe pozicioni panoramik e kanë kthyer në një pikë të rëndësishme për turistët që zgjedhin të vizitojnë jugun e Shqipërisë. Vizitorët kanë mundësi të shohin hapësirat historike të Kalas, kullat, muret fortifikuese, muzet dhe objekte të tjera me rëndësi kulturore e historike. Për shumë prej turistëve të huaj, vizita në Kalas shoqërohet dhe me eksplorimin e qendrës historike të Gjirokastrës, e cila është pjesë e trashëgimisë kulturore botërore të UNESCO-s. Krahas turistëve të huaj në mjediset e Kalas nuk kanë munguar as vizitorët vendas. Rritja e numrit të turistëve dëshmon interesin e vazhdueshëm për monumentet e trashëgimisë kulturore dhe rëndësinë që Gjirokastra vijon të ketë në hartën turistike të Shqipërisë. Fluksi i vizitorëve pritet të vijojë edhe gjatë muajve të sezonit turistik, duke e konsoliduar Kalan si një prej atraksioneve kryesore historike dhe kulturore të jugut të vendit. Kthimi i tokës bujqësore në pronësi, Kadastra informon qytetarët mbi kriteret dhe procedurën e këtij procesi, i cili zhvillohet në blok kadastral. Kadastra thekson se procedura synon të formalizojë të drejtat e përdoruesve faktik të tokës bujqësore dhe të qartësojë statusin e pronësisë së saj. Kadastra shqiptare informon qytetarët mbi kriteret dhe procedurën që duhet të ndjekin për kalimin e tokës bujqësore nga përdorimi në pronësi. Sipas Kadastrës, procesi zhvillohet në blok, ku drejtoria vendore shqyrton njëkohësisht të gjitha kërkesat e paraqitura për tokat që ndodhen në atë zonë. Për të përfituar nga ky proces, qytetarët duhet të kenë bërë kërkesë për njësive të vetë qeverisjes vendore deri më 7 nëntor 2020. Gjithashtu ata duhet të jenë përdorues faktik të tokës dhe mos kenë përfituar më parë titull pronësie për të. Një tjetër kriter është që kryefamiliarit ka qenë antar i ish kooperativës bujqësore ose ndërmarrjes bujqësore, ndërsa duhet të vërtetohet edhe banimi në territorin përkatës. Në këtë procedurë mund të përfshihet toka bujqësore kategorive ar, pemtore, vreshtë dhe ullishte me kushtit mos jenë në pronësi të personave të tretë. Gjithashtu toka nuk duhet të jetë pjesë e investimeve strategjike, e proceseve të konversimit apo të jetë zënë nga ndërtime pa leje. Pas verifikimeve në terren dhe përgatitjes së dokumentacionit tekniko-ligjor, lista e përfituesve publikohet për 30 ditë. Më pas ajo i përcillet Këshillit Bashkiak për miratim. Në përfundim të procedurës, aplikuesi pajiset me vendimin për kalimin e tokës bujqësore nga përdorimi në pronësi. Ky vendim mund të regjistrohet më pas në regjistrin kadastral. Kadastra thekson se procedura synon të formalizojë të drejtat e përdoruesve faktik të tokës bujqësore dhe të qartësojë statusin e pronësisë së saj. Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.